Live from Tirana. Live from Tirana. Mirë, rikthehemi sërish në Live from Tirana, 11:08 ora eksakte në këto momente, dhe siç ju lajmëruam në kryet e herës që në Wake Up në 5 minutin e fundit ku zakonisht aty tregojmë se çfarë na pret në vijim në Live from Tirana. Në këtë pjesë të programit do të jemi me gazetaren e njohur të Top Channel, Juli Ristani, e cila her pas here në edicione të ndryshme qoftë në Fan Club dhe jo vetëm jep këndvështrimin e saj për disa prej ngjarjeve më kryesore në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ato të Big Brother VIP, dhe është pamundur të mos flasim dhe të mos të themi që ajo për të cilët shikuesit kanë më shumë kuriozitet aktualisht nga Big Brother VIP dhe pse ndodhet jashtë mureve të saj, është Egli Tako. Juli, fillimisht mirë se vjen në program. Mirë se u gjej, kënaqësi që ta nis këtë javë me programin tuaj. Kështu që sigurisht ka shumë kuriozitet rreth figurës së Eglit. Me njëherë pas daljes nga shtëpia, Egli ka evolluar gati. Nuk është ndjer, nuk ka bërë statuse, nuk ka shprehur apo janë të pakta ka bërë vetëm një text story disa orë pas largimit nga shtëpia, ku dhe ajo njerëzit nuk janë të sigurt nëse është vetë Egli familjar apo menaxherja. Më pas Egli nuk është para sekondi, nuk ishte në Prime, nuk ishte në Fan Club. Mendon që është mirë? Po, absolutisht shumë mirë. Bën një detoksifikim të gjithë trupit, ndjenjave të saj, të gjithë shkaje që ajo mori nga ajo shtëpi. Unë e kam ndjekur me shumë kuriozitet rrugtimin e Eglit, që me njëherë sa po e para njëherë gjej një ngjashmëri shumë të madhe me Frida Kahlon, me artisten surrealiste dhe kubiste meksikane të famshme për autoportretet e saj gjithë ngjyra. Për portretin e saj, shumë fin, shumë të veçantë, një bukurie veçante Egli aty, një vajzë, duhet ta theksoj këtë edhe me higjen personale. Egli lëshonte një aromë shumë të mirë, siç e kanë identifikuar edhe Xumi, por edhe gjesti kur kanë hyrë në shtëpi. Dhe Egli ishte ajo goca shumë e mirë, goca e paqt, goca e disiplinuar, që e tregon edhe në atë regjimin e fortë ushqimor, fizik që ka, dhe loja e saj filloi të bëhej e dukshme me hyrjen e gjestit. Të kuptohemi që Kosova do me thënë Shqipëria e kishte ndjekur Big Brother Kosova, pra e kishte djenin se kush ishin personazhet atje. Ata të Kosovës nuk e din se si ecte Big Brother Shqipëria. Gjesti në atë periudhën tranzitore të kalimit nga Prishtina në Tiranë, mado mendja që sigurisht ka marrë të dhëna se kush janë banorët, një grup i banorëve që ku unë do shkoj dhe do futem. Në atë mpirjen e tij, si më thënë, që po ecte në inercinë e tij më saktë, që po shkonte nga Prishtina, po vinte në Big Brother në Tiranë. Dhe sapo është futur në shtëpi ka thënë ku o Egli? Kush o Egli këtu? Pra Egli mbante mend vetëm, si duket të bënte edhe sigurisht ishin dhe lojrat e gjestit, tani që kuptojmë tipologjinë e tij, Dhe ditët e para dhe të dyta gjesti shkonte pas Eglit, duke i marrë aromë, pa djenin e saj. Pra shtrihej ky vend edhe ky padashur në krevat, i merrte aromë flokëve të saj, lëkurës së saj. Ditë e parë e dytë kjo gjë, që gjesti e ndiqte atë nga pas. Erdhën 3 dronat njëherësh, pra flotë e dronave për gjestin, që do të thotë që Egli kuptoi që gjesti ishte një figurë që kotat e të cilit po rriteshin dhe në Tiranë. Se ishte një tregus, nuk ishte ndodhur që të vinin flotë dronash. Pastaj erdhën për Rozanën e të tjera. Por aty Egli merr një kthes të menjëhershme dhe fillon pastaj me atë përkujdesjen, do ta quaja unë. Përkujdesjen e tepruar, ndërkohë që gjesti nuk ja kërkonte këtë përkujdesje. Të kuptohemi në këtë pikë dhe duke ecur, duke avancuar ajo përditshmëria, por jo reciprociteti, nëse mund të themi. Pra, Egli filloi të investonte shumë tek ai, ta kishte mendjen tek ai, të vështillej rreth atij, gjithçka ta shikonte. Pra, Egli ishte vetëm për aty, jetonte vetëm për atë aty.
sa edhe kur bënte biseda me gocat, që i thoshin moj e verbuar, moj çfarë po bën, dil nga kjo guask që i ke krijuar vetes, sepse unë kështu mund ta quaj, që ja krijoj vetes. Me ato probleme si duket edhe me brishtësinë e shëndetit mendor që goca kishte dhe që ndjej një farë keqardhje, duke mos gjetur vendin e duhur ku të futej dhe ku të ringrihej ajo gocë, se ajo ishte në fazën rimëkëmbje. Por Big Brotheri rezultoi që e zhyti më shumë. I dha një toksicitet shumë të lartë mendjes së Eglit. Nuk e duaj se eksperiencë tua, mendoj që nuk ishte gati. I bëri dëm, domethënë gjithë kjo që gjithë kjo praktik, gjithë kjo përditshmëri që ajo po jetonte aty, e kishte, domethënë, Egli i bënte llogarit vetëm e veten e saj, si thot populli, i bënte llogarit pa hanxhin. Ndërkohë që Gjesti, për mendimin tim, ka mbajtur një qëndrim korrekt, si të një djali të pjekur, mund të them. Pra ai nuk e ka ushqyer asnjëherë këtë përtej atij pëlqimit të parë. Dhe ai filloi po trembej nga pëlqimi që po merrte nga ana e përkujdesja e madhe, sa arrinte deri aty zhduku, avullo, nuk më duhet. Është koha kur unë dua të rri vetëm. Dhe secili nga ne ka këtë moment. Egli shkonte dhe me përkujdesjen, siç e ka thënë dhe ajo vet. Unë jam edhe si një nën, jam si një mam në marrëdhëniet me mashkullin. Pra, me mashkullin. E di Egli këtë. Dhe Rozana, për hir të së vërtetës, ja ka thënë në një bisedë shumë herët, kur filloi po vije kjo tendenca e afrimit, ky invazioni që po bënte Egli kundrejt ndjenjave të Gjestit. Dhe i ka thënë, dëgjoj, ti si duket kështu e ke llojin e dashurisë. Ti se kupton dashurinë në formë tjetër. Ti do të përkujdesesh shumë, e tepron me përkujdesje, shqetësohesh shumë për tjetrin, jep shumë nga vetja jote. Dhe Egli thoshte, unë jap shumë nga vetja ime dhe kam ardhur këtu që të rigjej veten time dhe ti jap vetes time vlerat, zërin, megjithëse ajo nuk ja dha. Ajo vajzë mua po më shuhej para syve me atë bukurinë e saj, thash edhe një herë që ishte një, nuk e di, çuna që pyes për shembull më thonë është pak si mashkull, po mua më dukej shumë e bukur Egli. Ato gjymtyrët e saj si kukull, kur sidomos kur dilte në prime, që ishte një bukuri rrezëllitse. Dhe ajo po fikej për ditë më shumë, sigurisht kombinuar dhe me këtë gripin e fort. Atëherë Juli, përse njerëzit, disa prej njerëzve, jo të gjithë absolutisht, mendojnë që në këtë histori fajin e ka Gjesti, menjëherë pas reklamave. Rikthimi sërish program 11:21 është ora eksakte në këtë moment. Ndodhemi në studio me gazetaren Juli Ristani dhe jemi duke diskutuar në linjen e largimit të beft të Eglit Takos dhe siç e mbyllëm pjesën e mëparshme të programit, përpara se të kalojmë në reklama, e lam tek pyetja që tek fakti që shumë njerëz akuzojnë Gjestin si shkaktar kryesor të përkeqësimit të gjendjes së Eglit dhe më pas gjë që çoi Eglin të largohej nga shtëpia. Si e mendonte Juli? Nuk e mendoj kështu, Ronaldo. Unë mendoj që siç është e ceka dhe pak më përpara, Gjesti ka mbajtur një qëndrim shumë korrekt në lidhje me ata gjithë invazionin që po bënte pra sinjalet të miksuara, si thoshte gruaja ime, e puthët e gusha, gjë që konsiderohet si puthje romantike. Puthjet e gusha dhe kafshimet e gusha i bënte edhe Egli dhe vente i futej në krevat mes tij dhe Rizartës, pra i bënte këto skema, nuk e lejonte dot, por tani të kuptohemi, ne jemi në një shtëpi. Mirë të mbyllur në një shtëpi që do do shikohesh me atë, do konsumosh, do një shikim, një vakt, do ulesh aty, pra nuk ke nga t'jam bash. Plus që ai nuk është se i kishte bërë barrierë kështu kryq që mos më fol më ti se kemi urdhër mbrojtje nga gjykata ne dhe nuk do flasim me njëri tjetrin. Edhe bashkëshortët që ndahen, divorcohen dhe u mbetet një shtëpi shumë e vogël për të ndarë, do gjatë ditës komunikojnë se kalojnë në një korridor apo përplasen në kuzhinë e të tjera. Tani ta kuptojmë me këtë gjë, dhe në këtë kuadër po them që ishte e pamundur që mos të takoheshe, mos të luaje, mos të përkëdheleshe, ai deri aty ja ofronte. Dhe gjithë kohën e ka thënë me të madhe. Fajti vetëm ishte që nuk na gënjeu.
nuk na mashtroj që të thoshte që po unë e dua këtë, ja do shikoj dhe një çik dhe ja sa ta dashuroj edhe jo, ai thë nuk kam ndjenjun për këtë. Madje sa më shumë kalonte, ai aq më shumë po e largonte nga vetja e vet. Po i dhimbsej. Ati po i dhimbsej Egli. Të kuptohemi, është një djalë 24 vjeçar, mendja e tij tani është tek ku të mbyllet në studio, të regjistroj, ati po fyti, si me thënë, për të prodhuar muzik, për të fituar të ardhura, për të bërë dikush në showbizin, për të bërë dikush në muzikën shqiptare, patjetër për të fituar të ardhura, për të bërë një jetë luksi, ai është këtu. Ndërsa Egli me moshën e saj projekton ka në mendje një do me thënë i duhet një mashkull tjetër, një lloj mashkulli tjetër. Dhe unë them që qëndrimi i Gjestit kundrejt Eglit ka qenë si një djali të pjekur. Unë them 30 vjeçar. Vërtet? Po. E mendon kështu? Po, e mendoj kështu. I thoshte që nuk ja ushqente atë ndjenjën akoma më të fortë. Nuk ja fuqizonte ai për ditë. Nuk na pëlqen dikush dhe shohim që gjendja e këtij personi tjetër është duke agravuar jo për mirë, se nuk e mbajmë larg. Si larg, çfarë do ti thosh ai? Sa ta shikonte qandi të nxirrte llastiqet edhe ta qellonte zhduku mos më di përpara sy. Nuk po them ta qellonte me llastiqe, e kuptoj metaforën, por Roni, të kuptojmë, edhe Gjesti nuk është më mirë në aspektin e ngarkesës së shëndetit mendor. Kur shohim që dikush nuk është mirë, mos ta fusim në krevat, të paktën. Po çfarë do bënte ai? Do ta histe nga krevati kur Egli ofroi vet. A bën plan bashk. A u futa, ai flinte me Rizartën për shkak të 7 zarfave që kishte në valixhen e tij të famshme dhe Egli prap u nervozdua duke i ka thënë shprehimisht e citoj që unë bëra plan me ty që ne ta bënim lojën në shtëpi me Rizartën dhe jo në krevat. Pjesa të luaj në shtëpi. Dhe vajti dhe ju ngjit përsëri Gjestit aty. Pra i shkonte Egli pas dhe kërkonte ajo më shumë nga ai, ndërkohë ai ja kishte bërë të paktën në këtë gjë kishte bërë barrier, nuk të jap atë që po më kërkon. Ne të dy do takohemi, do përqafohemi, do ngacmohemi, do më fërkosh në mëngjes. Na kujtohet që vente Egli i bënte të gjitha ato ritualet e mëngjesit. Tani ç'a do bëj njeriu? Si mund ta kapi dhe ta hedh nga krevati? I thotë ik zhduku mos më nuk jemi në këtë situatë. Dhe unë them dhe këtë gjë që mos të harrojmë që dhe Gjesti është gjithashtu shumë i ngarkuar. Ai jepte dhe thoshte që do bëj ndonjë skandal. Jam shumë i ngarkuar, kam përballuar 3 muaj andej, e 2 muaj këtej. Jam shumë i ngarkuar, nuk di ç'a do bëj dhe unë. Hedhja nga muri ishte me atë botën fëminore apo lozonjare të Gjestit, lojrat e tij, rrengjet e tij që punon aty, ai nuk mund të rrit dot në një vend. Si hiperaktiv që është gjithkohë në lëvizje ku të trondisi ato rehatin që përfitojnë ndonjëherë banorët aty. Të duket ndonjëherë kur hap atë televizorin dhe thua që po konsumojnë të njëjtat muhabete ose i rikthehen muhabeteve shumë të mëparshme, ca situatave të forta dhe të ca përplasjeve fizike apo verbale që kanë ndodhur shumë javë më përpara. Nga që s'kan ç'a të bëjnë, ai e thyen këtë. Por unë mendoj që kjo thyerja e madhe ose hapja e syve të Eglit në atë brishtësinë, thash dhe një herë, ngarkesën e madhe mendore, të mos gjykuarit objektiv, por gjithkohën me subjektivitet. Eglit nuk i thoshe dot një gjë kundër Gjestit, ose ti thoshe që o vajz, po bën shumë. Pra Egli të pranonte çdo gjë përveç vetëm këtë mos t'ja identifikoje, nuk e donte këtë. E dinte, por i bënte barrier, e refuzonte ta pranonte. Si një sëmur për shembull, me një sëmundje të keqe, që thotë që ka atë fazën fillimisht, nuk e pranon, e refuzon ta njohë si sëmundje, pavarësisht. Dhe unë them që ajo hapja e syve, pra filloi të lëvizte atë mjegullën në kokën e saj, Egli, kur me rrengun e dollapit, ndoshta Egli pretendonte që ky ti kishte rrëfyer diçka, sepse edhe për murin në një farë mënyrë ky i thoshte që do bëj një gjë që s'e ka bërë, s'është bërë në asnjë big këtu.
ja jepte sinjalet. Dhe me tu hedh nga muri dhe Egli ishte para që shkoi vrapoi dhe sinjalizoi të gjithë zinxhirin pastaj të punonjësve që të nderuar që ndjekin atë format 24 orë pa u lodhur. Dhe ndoshta priste që të jepte një sinjal. Dhe ardhja e tij, riardhja e tij dhe përqafimi ose lidhja direkte e aleancës me Rozanën, duke e shprehur këtë edhe vizualisht, edhe fizikisht. Pra rrinin të dy pa u ndarë me njëri tjetrin, pa u ndarë. Egli u shkoi në një cep andej. Egli shkoi në një cep, nuk e donte këtë gjë. Ai u mbeti vetëm, domethënë pa i treguar ky njeriu që kjo projektonte si të dashur, pa i dhënë asnjë sinjal, me rikthimin ai ngriti në qell ndjeshmërinë e Rozanës, lotët që derdhi Rozana për të. Dhe ajo ngeli vetëm. Ngeli e braktisur aty. Ajo po ndjente pastaj një vetmin. Po i afroheshin djemt dhe ishin Keli dhe Shkelzeni që i afroheshin. Dhe prapë evidentonte me zë të ulët. Jam hedhur të tjerëve si ujk kur ka qenë puna për të mbrojtur Gjestin. Gjesti nuk ja ka kërkuar ndonjëherë këtë gjë. Nuk i ka kërkuar hidhu ti si ujk për mua. Ai ka dashur, madje ka dashur të bënte lojën e vet, duke të rrequr edhe Egli në një farë mënyre. Ku ndodhet Egli, Juli? Është pyetja që o bëjnë të gjithë. Egli kudo që të ndodhet. Inshallah, un lus që Egli të ketë filluar një terapi të fortë qetësuese afër natyrës me njerëzit e saj të dashur që i do kjo dhe ja kthejnë kësaj për kushtimin. Me njerëzit jo toksik, unë shpresoj që të ketë mbyllur të gjitha rrjetet sociale, ti ketë vënë kryqin që të gjithave. Ndoshta nuk po i përdor, po i ka aktive. Dhe të ngrej pa ato janë helm për atë tani. Janë helm, sepse ne mbajmë mend se çfarë indinjate, revolte shkaktonte sjellja e Eglit, apo hapje mesazhet në 3 mesazhe, të treja ishin kundër Eglit dhe kundër pavarësisht se ajo vajzë kishte marrë, po them edhe një herë, jo në qetësi mendore, shumë e ngarkuar psikologjikisht. E fundit, përpara se ta mbyllim, beson që shumë njerëz kanë një lloj dëshire që Egli të rikthehet në Big Brother. Ti e beson këtë që mund të ndodhi? Është shumë e brisht, është shumë e goditur ajo vajzë, është shumë e lodhur ajo vajzë për të futur prap tani. Ne pam jo më larg se futjen e Amberit. Dhe Amberi ishte si një lloj, ishte bërë shkëputja, u bë si ujë me vajin pastaj, nuk po ngjiste më Amberi aty ku u rikthye. Dhe filloi pastaj me një lloj, me një sjellje pak të agravuar, me banane, merr banane, fute këtu, nxirre aty. Domethënë loja e saj filloi të vështillej rreth këtyre bisedave ordinere, domethënë të banorëve. Pra, unë po thosha për Eglin dhe në mbikëqyrjen dhe me ndihmën dorë më dorë, sy më sy të specialistit të shëndetit mendor. Ajo vajzë nuk e pati problem ta thoshte këtë, e le të jetë ashtu, të vazhdoj të shërohet. Është Egli, mirëqenia e saj është mbi të gjitha. Mbi parat, mbi Gjestin, mbi mashkullin e jetës, e mbi gjithçka. Ato fjalë që ajo i thoshte aq bukur, aq të artikuluara, le t'i vër në praktik. Dhe unë e shpresoj dhe e uroj. Egli, më i fort apo më i dobët pa ndjes? Gjesti, më i fort apo më i dobët pa Eglin? Me njëherë pas reklamave. Shumë njerëz po thonë që loja e Gjestit pas daljes së Eglit do të jetë më e dobësuar, madje në përmbledhje e sipër, se nuk e mbaj mend fiks tani, dhe Arbra Hajdari ja vuri në duke që Gjesti do të ketë më shumë nuhatje, më shumë zgjuarsi, që tani ta bëj lojën më të fortë, pasi në shumicën e prajmeve ka dalë me historinë e tij me Eglin. Ti Juli si e mendon, si një dashamirëse e këtij formati dhe si gazetare, si shikuese, Gjesti, më i fort tashmë që ka dalë Egli, më i dobët apo nuk ndryshon asgjë? Ai do të vazhdoj rrugën e tij. Nuk mendoj që do me thënë, Gjesti ka hequr faktorin që i shkaktonte lodhje. Pra ja hiqte edhe atë pak fuqi që i kishte mbetur nga për tu marrë me formate të tilla. Se dhe kjo e ka një fund dikur. 3 muaj, 4 muaj, 6 muaj po mbaron një moment. Ashtu siç mbarojnë edhe energjitë e njeriu që vepron në këto. Megjithatë unë them që
po, ndoshta edhe me efort tani loja e gjestit, sepse ka mbetur vetëm tashmë, është i lirë që të bëj ato çfarë po e pengonte në thonjza për të bërë Egli, e zhduku atë faktorin që, siç e thash, që e lodhte dhe po i sillte konsumim të energjive, dhe megjithatë shiko, kam edhe një pikë pyetje, duke qenë se të thash, banorët janë vjetëruar pak me njëri tjetrin edhe janë miqësuar, e din tani sikur janë në harmoni, edhe duket sikur merren vesh kështu me shqisa me njëri tjetrin, që tani është momenti të performojmë, të futemi me sherrin. Tani, dhe tani teatro. Të fillojmë, na duhet pak, le që kanë të gjithë të mirë llogaritur një herë, ti bën vetëm për prime, ky s'bën asnjë gjë, del vetëm në prime, tregon për trekëndçi në prime, domethënë të gjithë janë të kronometruar nëse i vëre. Nuk të shpenzojnë pikë energjie gjatë kohës, mirë që u futet vllai i madh, i injekton lojra, i injekton sfida, të cilat sigurisht ata janë të prirur që ti dështojnë që në fillim. Dgjoj, këto të mbrëmshme ne kishim bërë bukur, ku djem të ishin veshur si vajza. Shumë e bukur ishte. Edhe pash që po rrinin të angazhuar tek ajo gjëja e lëvizjes së Lori Kafes. Bukur ishte sepse e pranuan që ta bënin të gjithë dhe nuk gjeje nga këta grinçat që do thoshin unë zvishem, unë do t'u djeg buxhetin, unë nuk e bëj këtë lojë e të tjera. Vishim në krevat. Po të thosha që janë familiarizuar pak me njëri tjetrin dhe ja din ato pikat e dobta, kështu që nuk e di se çai ka mbetur më gjestit për të provuar tani brenda formatit. Prengun apo rrengjet nuk ja han më, besoj. Tani nga muri u hodh. I tha, do tha, edhe të vdesësh tani. Larg qoftë. Sigurisht serzi dritë mban me atë energjinë aty brenda na ka argëtuar pafund. Po ai mund të aktrojë në një ditë sikur humdjenj atë për t'i alarmuar. Do të marr parasysh. Nuk besoj se do t'ja han më. Do me thënë janë bërë të gjithë tani. Ato kur hëngrën ikin e gjesin nga lavanderia, do me thënë. Mirë, edhe ikja e kishte një sens. Duke që se vinte pas murit. Po tani po them nuk. Po dakor, po banorët dalin ose nga dhoma e rrëfimit ose nga dera kryesore e shtëpisë. Është një barsolet shumë e bukur që thërriste ai ujku kur erdhi vërtet ujku dhe çau tufën nuk e besonte më njeri. Megjithatë mendoj që edhe gjesti vet nuk do luaj me kështu kaq fort të shkoj prap në ekstrem, se e di tashmë se çfarë pret nga krau tjetër i banorëve. Lojrat e tij do t'i vazhdoj patjetër, ka fuqi për të vazhduar lojrat dhe mezi pres që gjesti sigurisht dhe banorët e tjerë, simpatit që un kam prej një pjesë të mirë prej tyre që na kanë dhuruar një big absolutisht në këndvështrimin tim më të bukurin. Është më i bukuri. Një kolorit personazhesh, një gjest, shikoni nuk e dim se çfarë ti paresh ka fituesi, apo ka karakteri dominus nëpër këto formate. Dhe vetëm kur e gjejmë të servirur, kur shikojmë për shembull një gjest, një Egël, një Luiz, një Rozan, një Ilir, Donaldi, Romeo, kur shikojmë atëherë themi që okay, dakord, ti paret e fituesit janë këto si të gjestit për shembull, apo si të Rozanas, apo Laertit. Big Brother, shkurt. Unë them që për gjithë lojën, energjinë, palodhjen, elegancën, limitet që ka ditur t'i shty, por pa i rrëzuar, unë do doja shumë gjesti. Ose Rozana, për gjithë ngjyrat që na ka dhënë aty. Njëri që ditë kërcej, të këndoj, të interesant ishte fakti sondazhi i hapur në Top Vision.tv, i cili u bë publik në fan club, ku Rozana nuk e nxirnin, pavarësisht që shumë njerëz thonë që përballja e fundit do të jetë Rozana gjesti, në vendin e dy dilte Gerta. Vërtet është, ndoshta ishte dhe ai impakti që lëvizja që bëri Gerta aty shfrytëzoi momentin që u mblodhën banorët, dha mesazh për vjerrën e saj, të cilat për hir të së vërtetës sot i gjejmë të pakta. Nuk gjejmë nuse të artikuluara për vjerrën e tyre. Ndoshta ishte sepse thuaj që nëse fitonte sot, nëse bëhej sot sonazhi ishte bërë, duke menduar që bëhet sot finalja të martën. Por deri në fund kemi kohë dhe unë
them gjithmonë që deri në fund ka kohë, shumë ujëra do të rrjedhin deri atëherë. Komentuesit online nuk janë ato që gjithmonë marrin celularin dhe votojnë, ato janë pak më të ndryshëm, mendoj unë për të votuar. Pra, ato që komentojnë në rrjetet sociale që ky e meriton të fitojë nuk janë domosdoshmërisht ato që marrin celularin në fund dhe votojnë për fituesin. Gjithsesi, kanë mbetur dhe disa javë, jo shumë kanë përshtypjen, megjithëse vëllai i madh do të njoftoj kur do të jetë finalja. Juli Restani, unë të falenderoj shumë që gjete kohë nga dita jote e angazhuar si gazetare të ishe në studion e Live from Tirana. Ishte kënaqësi që ti shpenzoja këto minuta të vyera me programin tuaj. Dhe nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vazhdojmë ta shikojmë dhe ta shijojmë pse jo sa më shumë orë të mundemi gjatë ditës dhe natës personazhet ton. Se Roni e vure re kur filloi që besuam që do ikte Gjesti? Po. Dhe fillon, po tani si do ta shikojmë? Po çfarë? Shikohet më? Shtyhet më për shembull Bigu? Pra ti mendon me ikën e një personazhi që do. Po bëja diçka në shtëpi dhe më vjen mami alarmuar, thotë iku Gjesti, la shtëpinë. Po më thash se është prank. Faleminderit edhe një herë Juli. Unë ju lë në kënaqësi në programacionin në vazhdim në Top Albania Radio dhe muzikës së mirë nga Ronaldo Sharka dhe Danko DJ. Ju lëm ritakim sërish ditën e nesërme. Deri atëherë bëni sa më shumë qejf dhe sa më shumë dashuri. Mirupafshim ose më saktë, mirë dëgjofshim.